E zëm se duam të udhtoj me shpejtësinë e dritës drejt yllit më të afërt, sa më shpejt jetë e mundur. Për këtë qëllim ndërtojmë janë kozmike të teknologjisë fundit dhe nisemi për udhtimin tonë. Shumë shpejt kuptojmë se universi ka rregullat e tij dhe ne nuk mund t'i shkelim dot. E megjithatë, duke menduar se kemi motor të fuqishëm, vazhdojmë rrugtimin tonë. Me një shpejtësi të caktuar, do të na duhet rreth 5 muaj që të arrijmë shpejtësinë e dritës nga pikpamja teorike, sepse fizikisht do të ishim transformuar në pluhur. Kur një objekt fizik, siç është anija jonë, së bashku me trupin tonë, do të përpiqet t'i afrojë shpejtësisë dritës, fillojnë të ndodhin gjëra të çuditshme. Anija jonë së bashku me trupin tonë, sa më shumë që përshpejtojmë, aq më shumë fitojmë masë dhe që të mbajnë shpejtësinë si rezultat i rritjes së masës, duhet fuqizosh gjithmonë më shumë energjinë e motorit. Dhe kur arrin te shpejtësia e dritës, masa e trupit shkon në infinit, duke çuar në infinit edhe energjinë dhe si rezultati i kësaj shkon në singularitet, pra në një vrim të zezë që nëse provon eksperimente të tilla. Dhe në këtë moment, ne nuk po përmendim për kuljen e hapësirë kohës. Sa më shpejt që udhtojmë, aq më avash kalon koha deri kur arrim në shpejtësinë e dritës, në të cilën koha ndalon. Pra, sikur të arrini shpejtësinë e dritës në një moment, do të gjendesh në singularitet total, me një mas pa kufi dhe kohë të ndaluar. Universi ka ligje fikse dhe trupat ta nuk mund të udhtojnë me shpejtësinë e dritës. Në universin ton, edhe një sasi e vogël mase ka një energji jashtëzakonisht të madhe, dhe kjo energji, në nivele subatomike, vjen nga një botë tjetër, dhe sot do të flasim pikërisht për këtë botë tjetër, e cila dhe sot e kësaj dite bën me dhimbje kokë njerëzit më inteligjent të kësaj bote. Do të flasim për ashtu quajturën telekomandën fantazëm. Meqense ne nuk mund të udhtojmë fizikisht me shpejtësinë e dritës, mund të bëjmë diçka tjetër me këtë shpejtësi. Dhe kjo është dërgimi i informacionit, që është nga ana e saj një përparim gjigant. Ju kujtohet në të shkuarën se si pararësit tanë përdorin tymin apo flakën për të dhënë sinjale, e më pas përdorin copë letër, e cila kalon të oqeane derisa të vinte tek ne nëpërmjet postës, pasi kishin kaluar disa muaj. Sot, ti hap YouTube dhe shikon botën e fshetë në sekond, duke marrë informacione. Pra të vjen audio, të vjen dhe figura në moment. Asnjëri nuk i shkon nëpërmend se si fotonit që qarkullojnë me shpejtësinë e dritës në shtëpinë tënde në ajër. Kemi një copë teknologjie në dorë, që quhet celular, dhe ty duket normale, por nuk mendon se kush e shpiku. U bë më se 100 vjet që filluan të merrin me elektronet dhe fotonet, dhe vitet e fundit filluan të merrin me diçka më interesante. Po sikur dërgojmë informacion me një shpejtësi shumë më të madhe se shpejtësia e dritës, në sekond, në çfarëdo pikë të universit. Duke si e pamundur para disa 10 vjeçarëve, por sot kjo është e mundur. Ne jemi mrekulluar duke patur në dorë një copë teknologjie që ne e quajmë të përparuar siç është celulari, për të cilën në fakt ka folur Tesla para më se 100 vjetësh. Po sikur të kemi mundësi që të kemi në dorë një teknologji që është qindra dhe mijëra vjet më e përparuar, a do të ishim në gjendje që të kuptonin qoftë 1% të saj? Ideja është që dikush me një teknologji të tillë fluturon mbi kokat tona dhe aftësitë e tyre janë të pafundme. Në një emision të kaluar kemi folur për fizikën kuantike, por jam i detyruar që në këtë fushë të përsëris disa gjëra si sot edhe Richard Feynman, asgjë nuk e kupton këtë fushë, as studentët në auditore dhe as pedagogët që e shpjegojnë. Sipas mekanikës së lëvizjes Newtonit, shkencëtarët në fillim të shekullit 20 prisnin të njëjtin reagim në botën atomike dhe subatomike. Ashtu siç planetët lëvizin rreth diellit në orbita, ashtu dhe protonët dhe elektronet duhet të lëvizin përreth bërthamës së atomit, dhe në këtë mënyrë bota fizike përreth nesh, kështu kanë funksionuar gjithmonë. Logjika në fakt na gënjen, duke menduar se kështu funksionon bota e padukshme përreth nesh. Në thelb, nuk është kështu, sepse bota atomike dhe subatomike është kaq e ndryshme saqë nuk mund ta lidhësh me botën fizike që ne perceptojmë. Karl Rutherford, që në 1912 vendosi një teori revolucionare në botën e atomit. Kjo teori theksonte se protonet dhe elektronet lëvizin përreth bërthamës së atomit, njësoj si planetët përreth diellit. Por menjëherë u përball me një problem të pazgjidhur, sepse i doli një vrim në teorinë e tij. Në qoftë se nuklesi apo bërthama e atomit është e ngarkuar pozitivisht, kjo do të silte nga nësaj që elektroni me kalimin e kohës të humbte orbitën dhe të përplasej me bërthamën,
duke kthyer në një sistem të paqëndrueshëm. Atomet nuk do të ekzistonin, dhe si rrjedhoi, nuk do të ekzistonte as bota jon materiale. Rutherford arriti në këtë konkluzion pas eksperimentit të famshëm me fletën e arit, ku bombardoi një fletë shumë të hollari me grimca alfa. Shumica e grimcave kaluan drejt, por një numër shumë i vogël u devijuan fort ose u kthyen mbrapsht. Kjo tregoi se ngarkesa pozitive dhe masa nuk ishin të shpërndara në të gjithë atomin, siç mendonte modeli i përparshëm i A.J. Thomsonit, por ishin të përqendruar në një bërtham qendrore. Një vit më pas, në 1913, hyn në lojë Niels Bohr, që u përpoq të shpëtojë teorinë e tij. Ideja e tij që aq e pabesueshme, saqë anulloi udhëtimin pas dasme me gruan dhe vuri këtë të fundit në muajt në vazhdim që të hedhë në letër idetë dhe llogaritë e tij. Kjo periudhë që lindja e një punimi nga më të rëndësishmit në fizikën e shekullit të 20. Niels Bohr propozoi: orbita e elektronit nuk mund të ekzistojë rastësisht, por duhet të ketë një orbitë të përcaktuar qartë në pozicione të ndryshme. Por midis këtyre orbitave nuk ekziston asgjë, dhe kjo ide që në kundërshtim me idetë që qarkullonin qindra vjet me radhë. Kjo që pikërisht lindja e mekanikës kuantike, siç e njohim ne sot. Deri në atë kohë në botën e fizikës, ne mund të masim planetë rreth diellit në bazë të çdo orbite që dëshironin, por kjo nuk mund të realizohej me elektronet. Niels Bohr e mori frymëzimin nga ideja që thoshte se drita dhe energjia përreth nesh janë valë të ndërtuar nga një grupim energjetik kuantesh, dhe vetë kuanti është sasia më e vogël e energjisë që një sistem mund ta fitojë apo humbë, prandaj dhe quhet mekanika kuantike. Megjithatë, Niels Bohr e bazoi teorinë e tij në grimcat e atomit dhe valët do të vinin më vonë. Imagjinoni tani gjenialitetin mental të këtyre njerëzve, të cilët arritën këto përfundime mbi bazën e ideve të tyre. Në atë kohë nuk mund ta vërtetoj dot idenë e tij, por 100 vjet më vonë, ajo vërtetua eksperimentalisht. Natyrisht, si gjithmonë në këto raste, ideja e Niels Bohr nuk u pranua nga masa e shkencëtarëve, por pati një grup i cili mendoi se ideja e Niels Bohrit që interesante. Në 1926, 25 vjeçari i quajtur Werner Heisenberg krijoi formule matematike që përmbante idenë e Niels Bohrit, por fizikantët e asaj kohe nuk i pranonin këtë ide, sepse matematika në atë kohë që pothuajse e panjohur dhe idetë që në absurde. Por në atë vit shkencëtari austriak Erwin Schrödinger prezantoi teorinë e tij të mekanikës valore, një alternativë kësaj teorisë së Niels Bohrit, dhe për herë të parë në historinë e fizikës plasi një debat i madh. Elektronet qenë grimca apo val? I tharët e Schrödinger këmbëngulin se elektronet qenë val, një farë reje përreth nuklesit të atomit. Ju kujtohet besoj emisionin me eksperimentin. Pra, nuk ishin pika në hapësirë. Elektronet janë val që strihen në hapësirën totale të hapësirë kohës në universin tonë. Fizikantëve ju pëlqeu ideja e Schrödingerit dhe e dinin se si punonin valët, cilat mund të studionin matematikisht lëvizjen e tyre, dhe ky që një lloj revolucioni. Por më vonë në shekullin 20 mund të zbulonin se me çfarë që e përbër kjo botë mikro që në fund krijonte botën makro. Një pjesë të madhe të fizikantëve nuk i pëlqeu ideja kuantike dhe donin valët sepse qenë diçka e njohur. Kush kishte të drejtë? Schrödinger me modelin e valve apo Niels Bohr dhe Heisenberg me modelin e grimcave? Këta të dytët kishin një problem. Nuk e dinin me siguri se ku ndodheshin grimcat apo elektronet në orbitën e nuklesit. Ku ndodhej pozicioni i tyre? Si është e mundur që të mos dim pozicionin e elektronit? Pastaj, gjatë një shëtitje në park, papritur e kuptoi që të dish pozicionin e elektronit, duhet ta shikosh atë, duhet i bësh një dush me fotone, por kjo nga ana e saj do të ndikonte në pozicionin e elektronit. Pra, si përfundim, vetë shikimi i elektronit ndryshon pozicionin e tij. Njësoj si tek eksperimenti. Është e pamundur që të masësh pozicionin e grimcës me saktësi. Sa më shumë të dish pozicionin e grimcës, aq të pak din atë që quhet momentum të saj dhe anasjellta. Edhe sot e kësaj dite, shkencëtarët kur vjen puna te kjo temë, përplasin kokën në mur. Bota mikro është duale, njëkohësisht është edhe val, edhe grimcë. Kur nuk e shikon me sytë e tu, sillet si val, dhe në momentin që e shikon, sillet si grimcë. Natyrisht që këto gjëra nuk duhet të ekzistonin në fizikën e zakonshme,
por ja që ekzistojnë në realitet. Në qoftë se këtë botë mikro përpiqemi ta çojmë tek bota makro, na lindin disa ide të pabesueshme. A është hëna në qiell në qoftë se nuk e shikojmë? Mos ndoshta hapësirë koha gjeneron në kohë reale para syve tanë, sepse jemi vëzhgues në kohë reale. E kuptoj se për shumicën tuaj pyetja se a është e vërtet në qiell hëna ju duket absurde dhe të çmendur. Por është pikërisht kështu kur botën mikro e çojmë në botën makro. Është pikërisht kështu funksionimi i fizikës kuantike që shkencëtarët përpiqen prej më së 100 vjetësh që ta lidhin me fizikën e zakonshme klasike. Sikur vetë bota jonë të jetë ndërtuar nga valë që sillen si grimca kur ne i shikojmë, kjo do të thotë se gjithçka përreth nesh është valë, është energji që sillet ashpër vetëm kur ne e shikojmë. Sipas këtyre gjykimeve, mjafton vetëm një vetdije që të krijojë një kolaps të vërtet tek realiteti ynë lokal. Në këtë moment shtrohet pyetja: mos ndoshta këtë realitet e krijojmë ne mentalisht, që do të thotë se kur unë nuk e shikoj hënën, ajo ekziston sepse e shikon ti. Në qoftë se nuk ka vetdije në univers që të përjetoj këtë realitet, a ka me të vërtet realitet? Apo janë probabilitete valore? Këto janë pyetje thelbësore filozofike që lindi pas zbulimeve shkencore. Ka dhe një aspekt tjetër i fizikës kuantike, që thotë se realiteti ynë nuk është ashtu siç duket. Në nivel kuantik, çdo gjë është e lidhur në kohë reale, pavarësisht largësisë brenda hapësirë-kohës. Dhe ky aspekt quhet ngatëresa kuantike, apo siç e quante Einsteini, drithërim që vepron në distancë. Këtij të fundit nuk i pëlqenin shumë idetë kuantike dhe në përgjithësi kundërshtonte. Ja një deklaratë e tij: Zoti nuk luan kumar. U përpoqi të gjente disa variable të ndryshme që të shpjegonte dualitetin e botës sonë. Personalisht besoj fort se që ai një sharlatan në shërbim të atyre sionistëve që lançuan për të fshehur në fundit teknologjinë që do të na bënte ne racë njerëzore të lirë. Mekanikën kuantike të Niels Bohrit nuk ishte në gjendje që ta kuptonte, jo më të nxjerrte konkluzione. Po çfarë është drithërima që vepron në distancë? Në fizikën klasike, u mësua me idenë se vetitë e objektit përcaktojnë pavarësisht vëzhgimit apo matjes, që do të thotë se matja një rrugice nga njëra anë në tjetrën është e parëndësishme. Gjatësia e përcaktuar e shikon ti apo nuk e shikon. Ndoshta ti nuk e di gjatësinë, por ajo është konstante pavarësisht ndërveprimit tënd. Në botën kuantike, situata është komplet ndryshe. Ngatresa kuantike është një situatë ku dy apo më shumë grimca lidhen midis tyre në një mënyrë të tillë ku gjendja e një grimce nuk mund të përshkruhet e pavarur nga gjendja e grimcës tjetër. Një lidhje kjo që është e pabesueshme, sepse edhe kur grimca janë të ndarë nga njëra tjetra, ato prapë nuk mund të përshkruhen më vete. Pra, nuk ka rëndësi se janë 1 metër larg apo një univers larg njëra tjetrës. Dhe ky është koncepti bazë i teorisë së informacionit kuantik. Siç e shikoni, këto gjëra duken si të pamundura, por ja që janë të vërteta. Këto grimca të ngatruara mund të jenë fotonet dhe elektronet. Kemi të themi 2 grimca që janë të ngatruar në mënyrë kuantike. Masim rrotullimin e njerës, si dhe polaritetin e saj, dhe paralelisht, pavarësisht distancës midis tyre, duke ditur vetitë së parës, dim gjithashtu dhe vetitë së dytës. Edhe sikur të jenë miliona vjet dritë larg njëra tjetrës në dimensione të tjera. Pra në këtë moment nuk ka të bëjë fare distanca midis këtyre 2 grimcave dhe nuk ka të bëjë fare shpejtësia e dritës duke hedhur poshtë teorinë e relativitetit të Einsteinit. Edhe me teorinë e drithërimës në distancë, Einsteini nuk ishte të drejtë, dhe këtë e vërtetuan 3 shkencëtarë në 2022, të cilët morën dhe çmimin Nobel në fizik. Ata vërtetuan në praktik që 2 grimca të ndryshme mund të jenë të lidhura në çast, pavarësisht distancës midis tyre. Në këtë fushë kemi dhe fizikantin tjetër Erwin Schrödinger, i cili testoi idenë e tij nëpërmjet një eksperimenti teorik me mace. Ideja që kjo: një mace vendoset brenda një kutie të mbyllur dhe brenda saj ndodhet një atom radioaktiv. Nëse atomi shpërbëhet, aktivizohet një mekanizëm që thyen një shishe me helm dhe macja vdes. Nëse atomi nuk shpërbëhet, macja mbetet gjallë. Sipas interpretimit standard të mekanikës kuantike, para se të hapet kutia, atomi ndodhet në një superpozicion gjendjes.
Si i shpërbër, ashtu dhe i pashpërbër. Duke shuar këtë logjik në nivel makroskopik, Schrödinger tha se mace do të ishte njëkohësisht e gjallë dhe vdekur, derisa të bëhet vëzhgimi. Ironia është se Schrödinger nuk e propozoi këtë ide, sepse besonte se maca ishte vërtet në dy gjendjet. Përkundrazi, ai donte të tregonte se zbatimi i drejt për drejt i rregullave kuantike në objektet e përditshme çon në përfundime që duken absurde. Struktura e këtyre gjendjeve kuantike tregon një lidhje të pazakontë midis grimcave në kohë reale, pavarësisht nga distanca midis tyre, që sipas fizikës klasike nuk mund të jetë e mundur. Kush është përfundimi? Pavarësisht largësisë midis tyre, informacioni mund të shkojë nga pika A në pikën B në çast. Të njëjtën teori vërtetoi dhe Kozeljevi me pasqyret e tij në Krime. Duke qenë se mund të llogarisë në çast gjendjen e grimcave të ndryshme që janë të lidhura midis tyre me anë të disa forcave të padukshme, mund të dërgojmë edhe informacion në çast. Dhe tani le të bëjmë një pyetje që qëndron fort. Po sikur dikush diku, ashtu siç u njohën ne me ligjet e fizikës në këtë botë, të njohë ligjet brenda këtyre gjendjeve kuantike dhe të manipulojë ato siç manipulojmë ne materjen. Dhe që të bëhemi qartë, telepatia është e mundur. Përderisa dërgohet info midis dy grimcave, përse të mos dërgohet info dhe midis dy truve, të themi nëpërmjet telekinezës. Pra, të manipulojmë hapësirkon nëpërmjet vetdijes. Mendimën e trurit tonë në nivele kuantike, manipulojmë materje në këtë botë, ashtu si fëmijët luajnë me plastelinën. Shumë shkencëtarë e quajnë pseudoshkencë, por kjo nuk e ka penguar CIA-n dhe KGB-n atë kohë që zhvillonin e heshtje këto programe. Natyrisht që këto ide, që në të vërtetë janë revolucionare, kanë dhe kundërshtime më të mëdha. Në qoftë se ne duan të udhtojnë në yje të tjerë, nuk mund të realizojnë dot udhëtimi me teorinë e relativitetit Einstein, sepse që të kuptojmë realitetin e vërtet përreth nesh, na duhet një fizikë e re, ide të reja. Fizika kuantike është një fushë e saktë, por studimin në të kanë ngecur në vend, të paktën zyrtarisht, sepse fizikantët duan të zgjidhin problemet që dalin, por nuk kanë parasysh të gjitha variablat e mundshme. Ata përpiqen të zgjidhin mikroproblemet jo fizike në mënyrë fizike, gjë që në fund nuk shkon asgjë kundi, sepse vetë natyra e këtyre fenomeneve në gjendje kuantike nuk është fizike. Ne vazhdojmë të fluturojmë me raketa, duke përpjekur të mundim gravitetin, duke harruar se teknologjia antigravitacionale nuk vjen në këtë mënyrë. Sipas disa shkencëtarëve, jo konvencional. Nuk ka zgjidhje të misterit kuantik dhe të botës sonë, pas zgjidhjen e vetdijes dhe të biologjisë, sepse vetdia është jo materialeve dhe asaj nuk mund të vendosësh dot një formulë matematike. Duket qartë se ne si civilizim jemi në fund limiteve tona. Kur ishim të rinj, kënaqeshim me kompjuterat e rinj që zhvilloheshin për vite më shumë, sepse dilin procesorë të rinj që zvendësonin të vjetrit. Ideja e përgjithshme që se nuk ka kufi për kompjuterat në zhvillimin e tyre. Por vitet e fundit, kemi ngadalësinë në zhvillimin e tyre sepse sado që zvendësohen me tranzistorë të vëre se ky proces ka limitet e tij, duke arritur kështu në kufit maksimal të kësaj teknologjie. E njëjta gjë ndodh në teknologjinë e fotografisë. Na kanë mbushur mendjen se sa më shumë pikselat ketë, aq më teknologji e mirë është, gjë që në fakt është as pak e vërtet. 10 apo edhe 100 megapiksel në ekranet celularit nuk do të thot asgjë, sepse sytë tanë nuk mund ta dallojnë diferencën, vetëm nëse bëjmë ndonjë mega fotografi të ndonjë qyteti. Ne kemi arritur në limitet e dijeve tona, dhe askush nuk merret më në fushën e fizikës që të zgjidh problemet e jetës përditshme. Misteri vërtet është pikërisht vetdia, dhe zgjidhja e mistereve kuantike nuk realizohet me anë të ndonjë teleskopi gjigant apo të ndonjë aparati tjetër modern, por nga një organ që gjendet midis veshëve tanë. Truri ynë nuk punon vetëm mbi bazë e principeve fiziko-biologjike, si në shkencën klasike, që do të thotë reakcion elektrokimik, impulse dhe neurone. Truri ynë në aspektin fizik në botë reale punon me principet e mekanikës kuantike dhe çarkullimeve të saj. Arkitektura e trurit ton punon mbi parime kuantike. Pretendohet seriozisht se ndërgjegjja jon apo vetdia nuk është e lokalizuar në trurin ton, por buron nga një gjendje më e thellë dhe është pikërisht kjo ideja e kompjuterit kuantik.
Në fazën fillestare që ne jemi në zhvillimin e kompjuterit kuantik, duhet të dini se ky kompjuter është 100 milion herë më i shpejtë se kompjuteri më modern klasik sot në botë. Problemi është se në çfarë drejtimi po lëviz zhvillimi i kësaj teknologjie. Nga erdhi ajo, dhe a jemi gati ne si rast njerëzor për këtë zhvillim? Po të lidhim inteligjencën artificiale me procesorët e kompjuterit kuantik, do të marrim disa rezultate të frikshme. Kthehemi prapë te fishkëllyesit amerikanë. Ata flasin për qenie me një aftësi të pabesueshme mentale, që përdorin një teknologji në nivel kuantik, temë për cilën po flasim sot. Fishkëllyesit këmbëngulin se ne nuk jemi në gjendje që të përdorim të teknologji të avancuar, për shkak të kufizimeve mentale dhe të mos kuptuarit të gjërave. Ne sot kemi në dorë teknologji të tyre, por nuk jemi në gjendje që ta vëmë në punë. Është sikur 2000 vjet më parë të jepi aty qytetërimi një gjenerator, të cilin ata nuk kanë në gjendje që ta përdorin, apo një celular me bateri të shkarkuar. Në rastin ton krahasimi është edhe më i rëndë, sepse edhe sikur të kishim burim energjie, ne nuk mund të shfrytëzonim dot teknologjinë e tyre, e cila është në simbiozë me inteligjencën artificiale. Thjesht, mentalisht ne nuk jemi gati për këtë gjëra, sepse ato janë kaq të përparuara, saqë nuk jemi në gjendje të kuptojmë principin e funksionimit të tyre. E gjithë kjo teknologji përdoret tek objektet e tyre fluturuese, të cilat nuk kanë asnjë lidhje me tonat. Le ta mendojmë për një moment universin si një pikturë, dhe në këtë pikturë ne jemi një pikë e vetme, në të cila përpiqet të kuptojë ngjyrat e ndryshme dhe pamjen e përgjithshme. Sado që përpiqemi, ne shikojmë vetëm ngjyrat e ndryshme dhe grimca që përbëjnë të tërë. Ngjyrat natyrisht që vijnë nga diku dhe krijojnë disa ide, të cilat na thonë se bojrat vijnë nga luhatjet kuantike dhe burojnë në kanvas, gjë që në fakt na bind ne se kjo është bota jonë. Po sikur të ekzistojnë qenie të cilat prej miliona vjetësh e dinë se ekziston diçka tjetër përveç këtij realiteti, i cili ndodhet një korridor, të themi, i cili është i lidhur me një korridor të dytë dhe me dhoma të tjera. Dhe të gjitha këto ndodhen në ndërtesë me shumë kate. Dhe në qytet ka me qindra ndërtesa të tilla me shumë kate dhe ekzistojnë shumë qytete të tilla me shumë ndërtesa e kështu me radhë. Kuptohet që probabilitetet janë të pafundme. Ne si qenie të ulta shikojmë vetëm pikturën që na duket me luhatje kuantike dhe që jemi të bindur se jemi brenda saj, pa kuptuar se truri ynë është i lidhur me vetë piktorin. Në fund fare kam dhe një det tjetër të çmendur. Mos ndoshta ne jemi vetë piktori që në një farë mënyre kemi harruar të pikturojmë dhe që vazhdojmë të mësojmë nga ajo që quhet vetdije. Ishi tek bota e fshet, e cila përpiqet t'ju mbush mendjen se nuk jemi vetëm dhe jo vetëm kaq, por jemi hallka e fundit në zhvillimin mental në univers. Regjistrohuni, silluni mirë dhe deri në emisionin e radhës, mirupafshim.